Ky parlament është jo funksional. Dhe detyra jonë, e grupit parlamentar, që jemi në opozit, është me bisedu me ju, me qytetarët e Kosovës, me i thonë se ne nuk e kemi sjell situatën në këtë problem. Nuk jem ne që e kemi pru këtë blokad. Ne si kemi fitu zgjedhjet. Sa i përket qeveris, kem dalë, kem thonë regull, kem thonë komentet e tona. Mirë, po nuk mundesh me bloku shtetin për shkak se në mënyrë tepër brutale don ta kapësh edhe në institucionin e presidencës. Sa i përket çështjes së dekretit dhe debatit kushtetues, Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka përgatitur një analizë që e ka si qëndrim të vetën, që do të ndahet me ju media rreth kësaj teme. Po ne është bukur e qartë, e thjeshtë, nëse ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor, atëherë neni 86.2 është i qartë, i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot, 30 ditë para se t'i përfundoj presidentës, afati i saj në zyre duhet të ketë zgjedhje. Çfarëdo trajtimi tjetër është rrethanor, çfarëdo trajtimi procedural është për procedurën për raste tjera. Çfarëdo tendence me ndodh diçka mas asaj date është pos tendencë për të vazhduar një sak dhe për ma keq për ta blloku Kosovën. Betejë rreth dekretit nuk është aleancës. Më falni, ne dhom kontributin ton analitik, juridik, ajo betejë nuk është e jona. Ne kemi pas dje, kemi nda edhe me institucionet që do të me nda, edhe do të ndaj me ju. Në këtë aspekt, këtë betejën juridike ne shohim bukur ndam prej diskursit politike publik. Sot pse jem këtu, arsyeja është shumë e thjeshtë, dje u sulmue gjykata kushtetuese me një mendësi që ka qenë e vazhdueshme. Dhe kjo është këtu me i thonë popullit Kosovës që ne jemi gardian të mbrojtjes së një institucioni që është bukur serioz. Në demokraci ka rregulla, ka ligje, ka kushtetut. Po lidhja e deputetit Bek Berisha është me votuesin qytetarin e vet. Është vullneti i tij se si don apo i saj se si don me u sill në seancë. A do me nejt apo jo? Cili është veprim? Ajo është veprim politik, jo veprim diletant. Andaj domethënë qëndrimi në sallë nuk mund të rregullohet. Çka do të mund të rregullojë është aspekti i procedurës, i kompromisit.